kur njëherë një keqe nuk ka mujt me e gëlltit përfundimisht një të mirë. Ajo e ka rrit maksimumin, e ka bo edhe domin maksimal, shpesher, po në fund ka humbë, sepse pikrisht në momentin kur fillojnë ato vështërsit më të mëdha, problemet më të mëdha, fillon me funksionu vetdia tek qytetari dhe fillon me pa që nuk po baj ka kështu, po dashka ndryshe. Po ora lëviz, po ora lëviz. Për fatë, shiqar, neve në histori ora na ka lëviz shumë, na ka ik shumë. Mund kujtohet shumë mirë para lufte, kur ishin prag të fillimit të luftës me këto grupet ilegale, kemi pas raste me bisedu edhe me intelektuale, me krejt, ata ta vajshin perde para syve prej frigës që nuk kemi zgjidhje, s'mujna me e ba. Jo vetëm intelektual, po edhe tjerë, edhe të thëshna, jenë men ti, ku mund është ti me e ba këtë punë, s'mund është me e ba. Edhe para pak dite në raport me këtë situatë, kem pas një debat me disa dhe thot, asje tu i pa që ka pëndodhë, s'mujna, na kanë mujtë. Jo, s'është e saktë. Na kanë mujtë kush? Mullahte, këto rrymat ekstreme, terroriste, qëto. Deri aty ka rrit mendësie njerëzve, sa me thonë, mos më merë me këtë punë se apishe që nuk mujna me bo kur gjë. Po nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, sepse unë pisha dhe palën tjetër tash. Tash e shoh ditë për ditë ka shumë e ma shumë qytetarë që shprehen shumë haptas, shumë lirshëm. Dikush e gjon një rrugë më të mirë, dikush e gjon një rrugë nashta më të papërshtatshme, dikush e gjon edhe të gabueshme, po veç don me kundërshtu palën tjetër. Gjë që s'është mirë, fragmentalizimi po ndodh. Po ndodh fragmentalizim. Ajo që e ka dëshiruar objektivisht gjithë Serbia është vullneti më i madh i tyre, dëshira më e madhe e tyre me pa diçka. Përmes elementet të mullave, ajetullave, vehabistëve, me bo Kosovën sot vend të kërcënuar nga vlerat liberale, kjo është shok për është shok për shoqërinë tonë, përgjithësi për kombin, për ata që i din proceset me okupimin e Serbisë, deri sot. Po, është shumë e saktë, por unë po them, për kundër këtij copëzimi që po ndodh, prap po lindin ato copëza tjera, shkëndijat që sjellin optimizëm edhe që kanë me dalë në sipërfaqe, kanë me shumë i I bindur do të përballen. Nëse shteti do të përballet dikush tjetër me ta. Jo vetëm i bindur, po i sigurt. Jo, pastaj ka me vepru edhe shteti. Pse ka me vepru shteti? Shteti, unë e thash edhe më herët, nuk është që të gjithë politikanët e donë këtë gjendje, kështu. Po nuk guxojnë të marrë veprime. Po zguxojnë me marrë veprime, po kur e din që ka një grup të fuqishëm qytetar prapa vetes edhe i mbështet në këto kauza, kur e din që e kanë edhe një mbështetje të sinqert ndërkombëtare, miqësore, prej atyne që na kanë ndihmuar vazhdimisht deri tash. Për të kësaj për ta ruajtur identitetin shqiptar, është më ardhur në temën si të ruhet identiteti shqiptar. Jo ai fetar, se fare nuk është më rëndësi, ky fetar fare s'ka qenë më rëndësi kur për shqiptarët. S'ka qenë më rëndësi. Për mulet i besojmë perdeve, gotave, çfarë asnjëherë. Në anë situatën për të folur me shqetësim si të ruhet identiteti shqiptar, trashëgimia shqiptare. Deri aty kemi ardhur, për fat keq një pjesë të madhe të fajit kanë intelektualët tanë që zguxojnë me e ngrit zonin. Do të pushojnë, gjumë, nuk e di ka sori bojnë. Marrën paga të mira, shkojnë i majnë disa orë ligjërata aty, studenti i thot profesor që tash ka më shku me falë gjumon, ky i thot urna shka falë gjumon. Nuk e kupton që ky student është fëmia i tij, është pjesë e kombit tonë. Aspekti pedagogjik është kthyer në nështrim ndaj filozofisë islamit. Nuk shoh më aspekte pedagogjike fare. Pse nuk shoh? Sepse ti t'ja transmetosh dijen tonë dikujt nuk është domosdo pedagogji. Ti veç po i tregon dikujt diçka, tjerat po ja lën dorë atina me bë çka don ai vet. Ktu s'ka pedagogji. Prandaj po them, intelektualët ton kanë dështu. Ka dështu edhe Akademia Shkencave, e cila ka rënë gjumë, nuk deklarohet për asnjë gjë, as politike, as fetare, as sociale, as ekonomike, si ke askon.
i ki një grup qytetarëve aktiv, që Dhe mundohen... kombit ndjelim basën Adem Dema që e kom pas shpesh në studiet televizive dhe nuk ka hezituar fare të ballafaqohet me këto grup shoqëror, me këto individ që ka kërcënuar vlerat e mendimit liberal, ka kërcënuar vlerat e identitetit shqiptar. Këtë duket që nuk e gjejmë këtë lloj personaliteti. Tash për tash nuk kemi personalitet tillë fatkeqësisht, dhe gjithmonë kur ka diskutime, edhe ata që flasin nuk janë gjendje me sqarue që në fakt nuk është puna që dikush dikujt i ndalon diçka, por është puna që ti tregohet secilit vendi aty ku e ka. Nëse unë jam ushtarak e kam venin kazerm, nuk e kam xhami venin. Në xhami në kohë të lirë shkoj lutna nëse jam, ose në kish, ku do qoftë. Është e drejtë private, ajo në rregull është. Mirë po, jo në çdo hap, çdo moment, sikur që e patëm atë fenomenin mas lufte, ku i shifshe me qindra metra taulinat në shesh, iftarin, midis sheshin një ambient. Nuk e bëjnë, por e kanë me motivacion, e kanë model. Prandaj po tham, nuk ka të bëj ajo me shpirtnorën, ka të bëj me politikën, ata që përpiqen ta interpretojnë si nevojë e konsumit për besim, le të shkojnë te ajetullahët e Homeinit atje le ta justifikojnë, por e di sakt historikun e atyre pamjeve, se çka prodhojnë më vonë. Po shpresoj që gradualisht i nxjerr mësime edhe prej atyre gjonave të këqija dhe të mrapshta që na kanë ndodhur, sepse unë po tisha në një praktikues i cilës do fe, dhe të shifja këto dukuri negative në kuadër të fesë time, unë do të reagoja vetë, se nuk kisha leju fente me e njollos dikush me element atje krejt që nuk i përkasin shpirtnorës. Por për fat keq tash pjesa dërmuese e popullatës nuk e kupton këto.